Nuk ishte e thënë që Tirana të fitonte qoftë dhe një derbi këtë sezon, por në fund bardhëbut festojnë. Arritën të ndalin Partizan në një ndeshje thriller që u vendosë vetëm në sekonda shtesë. Çuditërisht të gjithë festuan, tifozët e Tiranës, ato të Partizanit, por e sigurt është se më shumë nga të gjithë kanë festuar tifozët e Skënderbeut. Derbi nga më të bukurit e këtij sezoni duroi gjithçka. Gola, grind, kartona dhe një ndeshje të luftuar në çdo top e në çdo moment. Ky derbi ishte i bukur mbi të gjitha fal Tiranës, të cilët më në fund arritën të bëjnë oponentës Partizanit, duke i ndalur në garën e të kuqve për titullin kampion. Fryma në të cilën kjo sfidë nisi ishte tensionuar, ashtu u zhvillua dhe mbi të gjitha në fund degradoi. Teksa tifozët të futur në fushë prodhuan një situatë as pak të hishme. Partizani nisi më mirë takimin, ishin më të shpejtë në aksionet e tyre, duke treguar qartë objektivin për të fituar ndeshjen. Fillimisht provua me Torasën, që u ndal nga Teqja, ndërsa në minutën e 8 ishte Suka që provoi me një goditje nga distanca. Tirana përgjigjet me Bakajt, sulmuesi provoi me një parabël të bukur, por pa gjetur kuadratin. Ritmi ishte i lartë në stadiumin Selmas Termasi. Suka edhe një herë është rrezik konstant në zonën e Tiranës. Në minutën e 12, Shkodrani provoi me një goditje me kokë që përfundon mbi kuadrat. Përpjekjet e Sukajt konkretizohen në minutën e 21. Shkodrani shmanget mbulimit të Teqajt, krijon hapësirë për të majtën godet fort, duke shënuar një gol mjaft të bukur. Suka edhe një herë ruan traditën e ndeshjeve derbi, duke shënuar sërish Tiranës. Goli sjell fest në kampin e kuq, me tifozët që kalojnë limitet, duke hedhur sende në fushë. Një situatë që ndërpreu takimin për disa minuta. Avantazhi Partizanit të zgjati shumë pak, vetëm 5 minuta. Pasi Muça me kokë rikthen barës peshën në derbi, duke kërcyer më shumë se të gjithë. Goli i kapitenit ka shumë peshë, rikthen qetësinë te tifozët Fanatics, por mbi të gjitha qetësinë tek lojtarët në fushë. Impakti i golit ishte i menjëhershëm. Tirana është më e qartë, ndërsa tek Partizani lojtarët humbasin qetësinë. Mjafton një ndërhyrje Torasës në minutën e 38 për të nxjerrur sërish gjakrat. Pushimi i pjesës së parë rikthen Tiranën më spektakolare në fushë, të paktën aksioni i golit ishte i tillë. Lika shërben për Bakajn e zonë, me sulmuesin që ndëshkon Partizanin, duke finalizuar me gol një aksion model. Edhe në këtë rast nuk mungon acarimi i tifozëve, me Bakajn që zgjodhi anën e gabuar për të festuar. Partizani kundërpërgjigjet me një herë, atanta në të 53-ën gjuan me kokë, po Edvan Bakaj bën mrekullin duke shmangur një rast të rrezikshëm. Atëherë kur Tirana kishte gjithçka në kontroll, Muça nuk i gjen kohën topit, por gjen trupin Emiliano Vilës. Jemini nuk heziton, duke ndëshkuar me kartonin e dytë të verdhë. Minuta e 55 dhe Tirana detyrohet të luajë pjesën e mbetur të takimit me 10 lojtarë. E përsia një lojtar jo vetëm që nuk ndikoi për mirë tek Partizani, por të kuqtë e kishin shumë të vështirë të gjejnë hapësirë në prapavijën e Tiranës. Asedi Eraqish në fushë dhe spostimi i skuadrës me 4 sulmues përpara nuk patën ndikimin e duhur. Asukaj me goditje standarde nuk arriti të përsëriste veten si në Kukës, por shpëtimin Partizani e gjeti tek një 20 vjeçar. Pikërisht në sekondat e fundit të shtesës në frymën e fundit, Renaldo Fili i bën Tynel Bakajt, duke barazuar rezultatin në 2-2. Ky barazim solli një situatë si të çuditshme, teksa të gjithë festonin për këtë barazim, që në fakt nuk i bën punë asnjëres nga të dy skuadrat. Fituesit e vërtet në derbi dolën Korçarët, që tashmë thellojnë diferencën në +4.